Dhe Italia duhet I tregonte aleatit saj të madh, pra Gjermanisë, që edhe unë jam në gjendje të ndërmarr hapa surprizues, po aq sa të mëdhenj sa që keni ndërmarr dhe ju, dhe kjo mendohet që ka qenë arsyeja shtytse përveç planeve afatgjata që ishin kohë, që ishin përkutuar Hitleri avë fajin luftës në Ballkan që shtyvi luftën në Rusi në qershor. Mirë. Se do ta kishulluar në pranverë luftën në kundër Rusisë. Ajo pastaj është pasojë e dështimeve të ushtarake të Italisë, të cilat pastaj sollën ravizim të frontit dhe të planeve të luftës për Gjermaninë naziste. Kuptohet, po të dalim te kjo. Duhet thënë që grekët e festojnë çdo vit me të drejtë, sepse është një arsye për ta përkujtuar, për ta festuar. Por ajo që kam mëtuar të sjellun vazhdimisht në shkrimet e mia, është një temë cilën e kam trajtuar, siç e thatë dhe ju, vitet e fundit në shtypjen shqiptare, në media të ndryshme. Kuptohet, nuk e di nëse ka pasur receptor e vesh për të dëgjuar, por unë jam munduar ta jap mesazhin tim. Mesazhi im ka qenë I tillë që ndërkohë që Greqia ka të gjithë të drejtën e vet të festojë atë jon e vet Oqin e famshëm, ne nuk kemi pse e fshehim një fakt historik që ka qenë, ka qenë edhe për ne, pra zyrtarisht në vullnetin e pavarur të popullit shqiptar të shprehur nëpërmjet instancave institucionale që ishte parlamenti, po edhe monarku në atë kohë, Italisë I është refuzuar ultimatumi.